Ismail Qemali, arkitekti i shtetit shqiptar apo politikani i kompromisit. Më 28 nëntor 1912, në balkonin e një shtëpie në Vlorë, Ismail Qemal Vlora ngriti flamurin kuqezi dhe lexoi aktin e pavarësisë. Ky moment do ta vendoste përgjithmonë si arkitektin e shtetit shqiptar. Por rruga e tij deri aty ishte e gjatë. Zyrtar i lartë Osman, reformator liberal, opozitar në internim, diplomat në mërgim, organizator i kryengritjeve dhe, në fund, kryeministri i parë i Shqipërisë. Ai ishte ai, sidoqoftë, një strateg që ndërtoi shtetin me mençuri dhe guxim, apo një politikan i detyruar të bëjë kompromise të dhimbshme me fuqitë e mëdha? Kjo analizë ndjek jetën e tij të plotë, sukseset, dështimet dhe polemikat, me një shikim të ftoftë mbi historinë dhe real politikën që e rrethoi. Ismail Qemali lindi në Vlorë me 1844, në një familje belerësh me traditë administrimi. U arsimua fillimisht në vend lindje dhe më pas në gjimnazin Zosimea të Janinës, një vatër elitare ku u njoh me kulturën klasike e idetë moderne. Aty përvetësoi gjuhë të huaja dhe një horizont europian. Ky formim, klasik në përmbajtje, modern në frym, do ta shoqëronte gjithë jetën. Një bej Osman me kulturë perëndimore, i aftë të flasë me portën e lartë dhe me kancelaritë e Evropës. Një portret me njerëzor i Qemalit, bashkohasit e përshkruajnë me gjaktësi të rrallë, elegancë komunikimi dhe durim strategjik. Ai fliste turqisht, greqisht, frëngjisht, italisht. Kjo i japte dyert në Europë. Në tryezë negocimi ishte i përmbajtur, nuk ngrinte zërin, por ndërtonte korniza ku pala tjetër fitonte diçka, pa cenuar thelbin shqiptar. Kjo është arsyeja pse shpesh u perceptua si kompromisgji, forcën e fshihtë pas formës. Në moshë të re, hyri në shërbimin civil Osman si përkthyes dhe shpejt u ngjit në poste të rëndësishme. Kryesekretar në Ministrinë e Jashtme, më pas guvernator në skajet e perandorisë. U lit me rrethin e reformatorëve të Tanzimatit dhe sidomos me Mithat Pashën, arkitektin e kushtetutës së 1876-ës. Ideali i tij, perandori kushtetuese, administratë e rregullt dhe të drejta për kombësitë. Paralelisht, lidhi ura me rilindësit shqiptar mbi alfabetin, arsimin dhe vetdijen kombëtare. Në këtë fazë, ai besonte te reforma nga brenda. Një perandori e reformuar do të garantonte edhe hapësirën shqiptare. Ngjitja e Abdylhamitit të dytë dhe pezullimi i kushtetutës i preu krahët reformizmit. Qemali, si njeri i afërt me Mithat Pashën, u pa me dyshim. U largua nga qendra, u transferua e u mbaj në vëzhgim në vilajetet të Anadolit. 7 vjet internimi e bindën se rruga e reformave brenda perandorisë po mbyllej. Edhe pse u rikthye për pak në detyra, klima politike ndryshonte. Centralizim, dyshim, shtypje autonomive lokale. Ai del më i pjekur dhe më skeptik ndaj Stambollit. Në 1900-ën, për të shmangur arrestimin, u largua fshehurazi nga Stambolli me ndihmën e britanikëve. Filloi odiseja europiane, Athinë, Rom, Paris, Bruksel. Në mërgim, Qemali bëhet ambasador de facto i çështjes shqiptare. Shkruan, boton, lobon. Këtu lindi dhe polemika e parë e madhe. Afrimi taktik me qarqe greke për të neutralizuar rrezikun slav e për t'i dhënë çështjes shqiptare mbështetje regionale. Disa e panë si pragmatizëm të domosdoshëm, të tjerë si flirt të rrezikshëm. Qemali gjykonte se pa aleati jashtëm, Shqipëria rrezikonte të coptohej. Në të njëjtën kohë, ai lidhet me opozitën osmane në mërgim, me princin Sabahattin dhe John Turqit, duke kërkuar rikthimin e kushtetutës dhe respektimin e kombësive. Dy telat e mendimit të tij, reforma për perandorinë dhe liria për shqiptarët, lëvizin paralel sipas shanseve reale të kohës. Rikthimi i kushtetutës në 1908 e gjen Qemalin në vijin e parë. Kthehet në Stamboll pas 8 vitesh mërgim dhe zgjidhet deputeti Beratit. Për disa muaj duket sikur ëndra e tij po merr formë. Por shpejt John Turqi zbulojnë fytyrën e centralizimit, turqizimi i administratës, mosnjohja e autonomisë lokale, dyshim ndaj klubeve shqiptare. Qemali kaloi sërish në opozitë. Episodi i prillit 1909, 31 marsi, e vendos përkohësisht në krye të parlamentit për të shmangur kaosin. Pas vendosjes së rendit, dyshimet ndaj tij shtohen. Vendos të largohet, tani jo si reformist i brendshëm,
por si organizatori një zgjidhje shqiptare jashtë logjikës së portës. Kryengritjen në veri e jug, memorandumi i Greqës, qershor 1911, dhe bashkëpunimi me Hasan Prishtinën e Luiq Gurakuqin e sjellin projektin kombëtar në Prag. Memorandumi i Greqës, urë politike para pavarësisë. Dokumenti artikulon 12 kërkesa. 1. Autonomi administrative. 2. Shqipja në shkolla e administrat. 3. Amnisti. 4. Gjandarmëri vendore. 5. Taksa që mbeten kryesisht në vend. 6. Garantim lirie e pronës e të tjera. Ishte paketa minimale arsyeshme që testonte vullnetin e portës dhe të fuqive. Nëse nuk pranohej as kjo, pavarësia ishte rruga e vetme. Refuzimi praktik i Stambollit e bëri të qartë se koha e autonomisë po mbyllej. Dilema strategjike e Qemalit ishte e qartë. Të kërkonte autonomi si urë bashkimi, apo të mbyllte pavarësi në kushtet e shpërbërjes së perandorisë. Luftrat ballkanike, tetor 1912, ja dhan përgjigjen. Nëse shqiptarët se ngrejnë flamurin, kufijt u avizatojnë të tjerët. I mbështetur nga diplomacia austro-hungareze dhe duke matur me kujdes rrethanat, ai lëviz me shpejtësi. Konsultime në Bukuresht e Vjen, zbarkim në Durrës, kalim në Vlorë. Në Vlorë mblidhet kuvendi kombëtar. Qemali kryeson, paraqet aktin, miratohet pavarësia, ngrihet flamuri, formohet qeveria e përkohshme dhe pleqësia. Në pak orë, Shqipëria kalon nga ideja te shteti. Ky është momenti i tij i pashoq, vizion, guxim, ritëm. Ai kupton se fakti i kryer është arma e vetme ndaj fuqive të mëdha. Së pari shpallet shteti, pastaj negociohet njohja dhe kufijt. Kabineti nis nga zero, ministri, financa, rendi, arsimi, komunikimet. Ndërkohë dërgohet delegacioni për në Londër, objektivat, njohja ndërkombëtare, ruajtja e territorit, konsolidimi brendshëm. Por realiteti është i pamëshirshëm. Trupa serbe e greke në lëvizje, malazeze në veri, qeveri lokale rivalizuese, mungese të ardhurave dhe strukturë. Fuqit njohin parimisht një Shqipëri të pavarur, por jo me kufi të cunguar dhe me princë të huaj. Mbi të gjitha, me një komision ndërkombëtar kontrolli që mbikëqyr administratën. Është kompromisi më i madh, një thik në projektin republikan të Qemalit. Zhbëri realisht qeveria e Vlorës në 12-13 muaj, administrata, vendosjen e dikastereve, emërime prefektësh, nënprefektësh, mbi baza besueshmërie, riorganizim të post telegrafit për komunikim me krajinat, rendi, ngritjen e gjandarmërisë, embrioni i rendit publik, me rekrutime lokale për legjitimitet, financa, apo dhe parë për arkën e shtetit, inventarizimit të ardhurave doganore, tentativa për normalizimin e taksave në porte, arsimi, hapje shkolla shqipe në zonat të sigurta, mbështetje për botime elementare, diplomacia, delegacione në Rom, Vjen, Londër, sinjalizime zyrtare kundër pretendimeve territoriale të fqinjve, në kushte mungesash ekstreme, këto ishin gjeste, ishin gur kilometrik që dallojnë një lëvizje nga shteti në formim. Austro-Hungaria dhe Italia, midis mbështetjes dhe interesit. Austro-Hungaria nuk donte daljen e Serbisë në Adriatik, interesi për bashkët që krijohej një bashkim taktik. Vjena siguronte kanale, ndonjëherë logjistike. Vlora ofronte faktin e kryer. Italia ishte filantrope. Kërkonte influencë përballë Adriatikut. Qemali i mbajti të dyja sa më të balancuara. Lojë e rrezikshme, por e vetmja e mundshme. Paradoksi, mbështetja e jashtme t'i jep oksigjen, por kërkon maskë, dhe jo gjithmonë është e jotja. Komisioni ndërkombëtar dhe Princ Vidi, kostoja e legitimitetit. Vendimet e Londrës, 1913, ndalën së optimin total, por ngrinë sovranitetin e brendshëm. Princi Gjerman, Vid, komision kontrolli, kufi të prerë me gërshër diplomacie. Për Qemalin ishte pranimi një stabiliteti me çmim të lartë, shman katastrofën territoriale, por humba autonominë vendimarrëse të një qeverie të sapolindur. Kompromisi mori formën e një protektorati de facto. Kjo është drama e tij, arkitekti i shtëpisë, por pronësia e katit të parë i kërkohet kujdestarisë. Rivalitetet e brendshme, përplasja me Esat Pashën. Si ishte konflikt thjesht personal. Durrësi, Esati,
Ofronte një model pushteti krajnor, me rrjete klienteliste dhe realizëm që pranonte lojën e fuqive për të ruajtur ndikimin lokal. Vlora, Qemali, po përpiqet të ndërtonte qendër dhe institucione. Dy logjika shtetbërje e undeshën, tereni, pak mjete, presion i jashtëm, i dha avantazh kujt kontrollonte portat e Adriatikut dhe kanalet me të huajt. Pa ushtri të rregullt dhe pa garanci të plota ndërkombëtare, qeveria mbeti e brisht. Në janar 1914, nën presione të shumëfishta, Qemali jep dorëheqjen, shteti mbetet, jo qeveria që e krijoi. Pse politikani i kompromisit? Sepse Qemali veproi mes dy grushtesh, ambicjet e fqinjve dhe arbitrazhi fuqive. Kompromiset e tij nuk ishin obi politik, por çmimi mbi jetesës. Të pranosh princ të huaj për të shmangur soptimin, të kërkosh neutralitet ndërkombëtar për të ndalur marshimet, të ulesh me këdo që ofron garanci. Kritikët e quajtën lëshim. Por cila ishte alternativa realiste më 1912-ën, 1913-ën, pa ushtri, pa financa, pa aleatë unifikuar? Në të vërtetë, ai blinte kohë dhe njohje për një shtet në lindje. Akuzat kryesore ndaj tij ishin tre: akomodimi me të huajt, afrimi erët me grekët, erë me austriakët, italianët, në fakt, balancim fuqish për të shmangur zhbërjen e Shqipërisë, autonomi para pavarësisë. U lexua si hezitim, por ishte urë bashkimi dhe testi predispozitës ndërkombëtare para hapit final. Keqeverisje, partishmëri, përplasja me Esatin krijoi përshtypjen e përjashtimit, por kushtet reale, qeveri e re, pa aparat, në nkërcënim të jashtëm, me pushtete lokale të rinjosura. Në këtë kuptim, kompromisi Qemalit ishte metodë e një shteti në lindje, jo filozofi dorëzimi. Sukseset: akti themelues, shpallja e pavarësisë, krijimi i qeverisë së përkohshme dhe pleqësisë, ndërtimi institucional, ministri, xhandarmeria, hapat e parë fiskale arsimor. Vendosja në art, Shqipëria kthehet në çështje ndërkombëtare me subjektivitet politik. Diplomacia, lidhje të shumanshme për njohje dhe për frenimin e coptimit. Dështimet ose kufizimet, kufit e sunguar. Vendimet e Londrës lanë jashtë troje me shumicë shqiptare, plaga fatgjata. Mosnjohja e plotë e qeverisë së Vlorës u preferua një principat e mbikëqyrur. Dorëheqja e parakohshme, mos balancimi brendshëm dhe mungesa e garancive të jashtme e lanë qeverinë pa fuqi konsoliduese. Shumica nuk ishin dështime personale, por rrjedhoi rrethanash ndërkombëtare dhe të brendshme. Në tavolinën e perandorive e monarkive të mëdha, një vend i vogël duhet të gjente një skaj të qëndrueshëm në art. Pas dorëheqjes, Qemali lëviz mes Italisë dhe Francës për ndikuar mbi të ardhmen e Shqipërisë. Synon zërin e tij në konferencën e paqes, por vdes papritur në Perugia, janar 1919. Vdekja u përfol, por mbi gjitha u përjetua si humbje një mendje politike me përvojë unike. 1932, rivarimi në Vlorë, eshtra e tij sillen me ceremoni shtetërore. Zogu e përdor si legjitimitet historik, qeverisin mbi shtetin që ai themeloi. Më vonë, regjimi komunist e rimodelon si patriot demokrat borgjez. Figura e tij bëhet mit themelues i domosdoshëm për çdo regjim, por thelbi mbetet arkitekti i shtetit. Ismail Qemali ka dy trashëgimi kryesore. Shtet formimi, i dha Shqipërisë aktin dhe formën fillestare. Simbolik, kornizë institucionale, gjuhë diplomatike. Metoda, diplomaci, pragmatizëm, lexim kohe. Jo idealizëm i verbër, por vizioni i ankoruar në të mundshmen. Në historiografinë shqiptare, ai nderohet si baba i kombit. Historianët e huaj theksojnë aftësinë diplomatike në një lojë të pamundur. Edhe kritikët pranojnë, pa aktin e tij të shpejtë të ftoftë më 1912, arta do të shkruaj pa shqiptarët. Arkitekti apo njeri kompromisesh? Të dyja etiketat kanë një grim të vërtet, por vetëm e para mbijeton në provën e historisë. Qemali bëri kompromise për të realizuar qëllimin themelor, ekzistencën politike të Shqipërisë. Nëse kompromis do thotë të zgjedhësh të mundshmen kundër idealit të paarritshëm, atëherë po, ai që njeri kompromisesh. Por në rezultat, ai është arkitekti, pa të
S'ka akt themelues, s'ka qeveri të vlorës, s'ka subjekt politik Shqipëri. Ismail Qemali nuk ishte hero pa cen, por ishte lider pa zëvendësim. Ai kuptoi se shtetet lindin kur bashkohen vullneti, momenti dhe akti politik. Në një shekull trazirash, ai e gjeti çastin dhe e shfrytëzoi, ngriti flamurin, emëroi qeverinë, futi Shqipërinë në artën e kombeve, edhe pse me kufi të sunguar në nijen e fuqive. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.